Jemi rikthyer sërish në studio ku sonte do të flasim me Gjevdet Qeriqin, kryetar I Këshillit për mbrojtjen e drejtave të ish-pjesëtarëve të UÇK-s. Mirëmbrëma dhe mirë se vini zotëri Qeriqi. Mirëmbrëma, mirë se jeni. Dje qeveria e Kosovës ka marrë një vendim me të cilin u refuzohet të drejta në penzion disa familjeve të dëshmorëve. Çfarë do të thotë ky vendim I marrë nga qeveria? Po ne jemi njoftuar nga familjarët e dëshmorëve për këtë vendim që e ka marrë, sepse ky vendim nuk është bën publik, as nuk jemi njoftuar nga ana e qeverisë së Republikës Kosovës për vendimin e marrë. Do thotë krejt ne çka kemi kuptuar nga familjarët e dëshmorëve, ata na kanë njoftuar se ju janë ndalë pensionet e kontributeve që kanë dhënë në punën e tyre, të cilët kanë pagu kontribute, shkaku se në bazë të ligjit të skemës pensionale të Ministrisë së Punës, Mirësinë Sociale, do thotë në 16 I këtij ligji, sa dhe kuptu këtë, u ndalën që t'i gëzojnë dy pensione kjo kategori. Është një diçka tjetër që duhet ta përmendi se ky vendim është marrë vetëm për kategorinë e luftës. Do thotë nuk është marrë për kategoritë të tjera, vazhdon të zbatohet edhe t'i gëzojnë pensionet pakisat, do thotë minoritetet në Kosovë, edhe pse marrin pensionet të dyfishta, pra vlen vetëm për kategoritë e luftës, gjë që për ne është e papranueshme. A është marrë ky vendim më herët apo pasi që po thoni që tani vetëm mungojnë mjetët në kontet e familjarëve të dëshmorëve? Po ne sot kemi pasur një takim, kemi qenë të ftuar në Ministrinë e Punës dhe Mirësinë Sociale, kemi diskutuar me drejtorët e kësaj ministrie, edhe nga ata jemi njoftuar për këtë vendim. Nuk e di se në cilën kohë është marrë ky, nuk e di se në cilën kohë është marrë ky vendim, mirë po ky vendim është marrë do thotë edhe ka filluar të zbatohet, e thash vetëm për familjarët e dëshmorëve për këtë kategori. Çfarë thanë sot pas një takim me qeverinë? Çfarë thanë ata? Ata janë mundu të arsyetojnë në bazë të ligjit, e thash për skemat pensionale të Kosovës në 16 të këtij ligji, por për ne ka qenë e papranueshme sepse nuk është bën asnjë njoftim për këtë kategori. A ju thanë që mungojnë mjetët, mungojnë fondet për ata kanë qenë në një farë forme pa kuptueshëm se herë kanë thënë se nuk ka mjete, herë thoshin se ka mjete, mirë po ligji e ndalon. Pra ju nuk keni qenë të informuar më parë që do të merret një vendim I tillë. Këtë do thotë këtë vendim o këtë veprim të tyre e kemi marrë nga familjarët e dëshmorëve. Çfarë do të bëni? Keni paralajmëruar një protestë për të premten? Po unë dje jam njoftuar nga familjarët e dëshmorëve, edhe kërkesa tyre ka qenë që qysh sot të protestojmë në këtë drejtim, sepse po shihet se jo është bën një e padrejtë kësaj kategorie, mirë po unë kam kërkuar nga ata që të paktën deri ditën e premte t'u japim një hapësirë që ta kthejmë këtë vendim prapa deri edhe të diskutohet rreth pensioneve të kësaj kategorie, në rast se ligji nuk ka lejon këtë, ne kemi kërkuar një ngritje të pensioneve të familjeve të dëshmorëve, në mënyrë që paktën të batet. Është një ultimatum që ja keni dhënë qeverisë? A keni më ndonjë takim, a ju është premtuar ndonjë takim deri të premten? Prapë kisha një telefonat edhe prapë po besoj që nesër do të takohemi, mbetet të na informojnë edhe një herë rreth takimit, nuk është një ultimatim. Cila do të jenë kërkesat e juaja në këtë takim që do ta bëni nesër? Po ne kërkesa jonë kryesore është që këto pensione të cilet ju janë dalur familjarëve të dëshmorëve t'ju kthehen të gëzojnë, po ashtu do të diskutojmë edhe tema të tjera për parregullësitë e procesit, pastaj edhe për një pjesë të kësaj kategorie të luftës, do thotë veteranëve dhe invalidëve të cilët ende nuk parrin të gëzojnë këto pensione. Pse konsideroni që është marrë ky vendim nga qeveria? Ku dyshoni? Po, unë e shoh si një vendim provokues, një vendim politik, sepse është marrë, thash edhe më herët, vetëm për kategoritë e dalura nga lufta. Nuk zbatohet për kategoritë e tjera, nuk zbatohet për minoritetet të cilët i gëzojnë. Ata e kanë deklaruar edhe vetë në takim se nuk zbatohet për kategoritë e tjera përveç
për këtë kategori. A janë këtu vetëm familjet e dëshmorëve apo hyn edhe invalidët dhe veteranët të këtij vendimi? Do thotë me këtë vendim preken familjet e dëshmorëve edhe familjet e viktimave civile. Do thotë nuk preken invalidët e luftës së UÇK-s edhe veteranët, por preken vetëm Ka pas këtu zëra që dy kategori. do të ndalen, do të shkurtohen edhe pensionet për veteranë në mungesë të mjeteve, dhe cili është komenti juaj në rast që merren ndonjë vendim i radhës nga qeveria e Kosovës? Ne jemi deklaruar edhe më herët dhe kemi pas takime të vazhdueshme me përfaqësues të qeverisë. Ne ja kemi treguar zgjidhjen e cila është e mundshme dhe Cila është zgjidhja? Zgjidhja ka qenë që komisionit do thotë qeveria të merret edhe ta formojë një auditim të pavarur që të hetohen lista, të pastruhen ato dhe pastaj nuk do të kenë asnjë probleme me këtë fond. Në të kundërtën, për ne do të jetë e papranueshme që këto pensione të zvogëlohen për fajin e qeverisë dhe të komisionit për verifikimin e statusit të veteranëve të UÇK-s. Është bërë shumë zhurmë për të puna e listave, të fryrja e listave të veteranëve. Çfarë po ndodh në realitet? Kush i ka fryrë ato lista? Keni ndonjë informacion? Po, unë nuk kam qenë pjesë e komisionit, nuk e di edhe si ka shku puna aty brenda komisionit, me vetë faktin që kjo punë e këtij komisionit ka zgjatë 3 vite e gjysmë, e ka dëshmuar edhe me listat e fundit, do thotë me paragollësitë dhe me fryrjet e këtyre listave që kanë ndodhur. Unë mendoj se qeveria i ka fojet, sepse asnjëherë edhe pse e ka formuar këtë komision, nuk ka ndërhyjë ta se çka po ndodh dhe pse po bëhen këto varnesa, por do thotë u ka lënë dorë të lira dhe përgjegjësia bie mi komisionit dhe qeverinë e Republikës Kosovës. A njeni ju personalisht ndonjë person që ka fituar statusin e veteranit të UÇK-s pa qenë pjesë e ushtrisë shkrimtare të Kosovës? Po. Jeni i gatshëm në rast që ju fton prokuroria për të dhënë emra për të ndihmuar këtë proces? Kemi kërkuar nga prokuroria që të hetohen këto raste, për fat keq kjo si duket nuk po ndodh. A ju ka kontaktuar dikush nga prokuroria? Jo, asnjëherë nuk na ka kontaktuar, mirë, po ne kemi bazën e ish luftarëve të UÇK-s, pra janë arkivat në shoqatat e dalura nga lufta. Sa mund të jetë numri real i veteranëve të UÇK-s? Po në bazë të deklarimeve të anëtarëve të shtabit përgjithshëm, me të cilët kanë pas takime, po ashtu edhe në bazë të arkivave që janë në organizatën e veteranëve të luftës, janë diku në rreth 22-23.000 veteranë. Edhe më herët kur e kemi diskutuar me ish kryeministrin, tash presidentin, ai është deklaruar se është një fryrje e listave brenda organizatës dhe do të pastrohen. Kjo nuk ka ndodhur e kundërta. Është dyfishu, edhe më tepër se dyfishi i këtij numri. Do thotë nuk janë verifikuar ata veteranë të cilët kanë qenë me dokumentacion të rregullt në organizatë të regjistruar. Është faj këtu i ish komandantëve të UÇK-s, pasi që është dashme në nënshkrimin e tyre të bëhet antarësimi një veterani? Po, është faji një pjesë, jo të gjithë. Por në secilin rajon ka fryrje të lista, pra është një pjesë e komandantëve të cilët e kanë leju që këto lista të fryhen, po ashtu është faja dhe i qeverisë së Republikës Kosovës, sepse qeveria e ka pagu këtë komision që të punoj drejt. Asnjëherë nuk është marrë, nuk ka kërkuar asnjë raport nga ta sepse po ndodhin këto varnesa, edhe po zgjatet kjo kohë. Sa besoni në punën e prokurorisë, sepse tashme vetëm ka nisur një hetim për këtë gjë? Them të drejtë nuk i besoj fare kësaj prokurorie, nuk i kam besu edhe në rastin tim ku kam qenë i akuzuar, edhe kështu që nuk jam marrë fare nuk ju kam përgjigj pyetjeve të tyre, kam qenë i gatshëm ti përgjigjem si institucion, mirë po nuk ju kam përgjigj sepse nuk i besoj fare kësaj prokurorie. Pra ju kërkoni formimin e një komisioni të ri që do të merrej me pastrimin e listave. Po, një auditim të pavarur. Ka bazë mjaftueshme që bëhet ky auditim. A mund të marrë kohë zotëri Qeriçi në rast që fillon një proces i ri, pasi që dihet që kanë kaluar 17 vite deri u publikuan listat e para të veteranëve? Unë mendoj se nuk do të merrte kohë shumë, në rast se bazohen në arkivat e shoqatave të dalura. Por këtu duhet të bashkëpunojnë të gjithë pjesëtarët për të denoncuar rastet. Duhet të kërkohen dokumentacionet nga shoqatat e dalura nga lufta, sepse aty është arkiva, edhe unë edhe si kryetari degës të invalidëve të luftës së UÇK-s, askujt nuk mund të lëshoj një dokument, janë një vërtetim
pa qenë i antarësuar edhe prej cilës ku ka qenë i antarësuar. Ka raste që 12 vjeçarët kanë marrë statusin e veteranit. Si mund të ndodhë kjo, zotëri Qeriqi? Ka raste edhe postimet. Ka mund komisionit në bazë të moshës të konstatoj se ai nuk ka qenë pjesë e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Unë e thash që këto aty nuk janë marrë, nuk kanë punu drejt edhe kemi orë në këtë gjendje ku jemi sot. Do thotë, sikur të kishin punu drejt, nuk kishim këtu edhe nuk do ta kishim problem as qeveria, as ne me buxhetin edhe do të përfundonte mirë ky proces, po për fat keq jemi këtu ku jemi edhe po vret se nuk ka një interesim ju vetëm tek ne. Po në asnjë institucion, asnjë ndërmarrje nuk ka interesim që shteti të zhvillohet, por po pundohet në të kundërtën. Edhe fatkeqësisht po përfitojnë njerëzit në gjakun e atyre të cilët e kanë derë për këtë vend edhe në gjymtyrët e tyre. Do thotë për fat keq po arrin njerëz të cilët fare nuk kanë qenë në luftë të përfitojnë në krah të dikujt tjetër. Apo hyn këtu në hak qeveria e Kosovës me marrjen e vendimeve të fundit për ndalimin e një pjese të pensionit për disa kategori. Unë mendoj që u ka hyrë hak. Se fundi keni kritikuar edhe qeverinë e Kosovës. Po. Unë mendoj që u ka hyrë hak kësaj kategorie, është dashur të bëj më shumë, por për fat keq kjo qeveri edhe ky komision e kanë degraduar këtë proces dhe i kanë degraduar vlerat e uqyrës. Zotëri Qeriqi, ne të falenderojmë për këtë intervistë. Faleminderit edhe ju. Ishte kënaqësi. Ne të nderuar shikues, shkëputemi për disa qaste me një blog të reklama dhe rikthehemi sërish me pjesën e dytë të emisionit Kontakt.